Presidenti Amerikan Donald Trump do të tërhiqet nga përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës brenda disa ditësh, nëse nuk do të ketë shenja të qarta se një marrëveshje mund të arrihet, thatë premten sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Ne nuk do të vazhdojmë me këtë përpjekje për javë dhe muaj të tërë, kështu që ne duhet të përcaktojmë shumë shpejt tani, e unë po flas për disa ditë, nëse kjo është e mundur apo jo në javët e ardhshme. Nëse është e mundur, në rregull, nëse nuk është kështu, ne kemi prioritetet të tjera për të fokusuar, gjithashtu tha Rubio në Paris, pas takimit me liderët evropian dhe ata Ukrainas. Rubio tha se Trump ishte ende i interesuar për një marrëveshje, por ishte i gatshëm të tërhiqej nëse nuk do të kishte shenjat menjëhershme përparimi. Trump premtoi gjatë fushatës së tij zgjedhore se do të jepte fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve të para të tij në Shtëpinë e Bardhë. Ai e moderoi këtë pretendim pas marrjes së detyrës, duke sugjeruar se një marrëveshje mund të arrihej deri në prill ose në maj, ndërsa pengesat shtoheshin. Komentet e Rubios nënvizojnë zhgënjimet në rritje për mungesën e progresit në përpjekjet për të zgjidhur një seri sfidash gjeopolitike. Rubio mori pjesë në bisedimet njëditore të zhvilluara në Paris, që u mbajtën të enjtën, ku ishin të pranishëm zyrtarët evropian dhe ata Ukrainas. Kryediplomati amerikan tha se diskutimet ishin konstruktive dhe rezultuan në një përmbledhje të hapave drejt paqes. Franca ishte pritëse e takimit dhe për herë të parë zyrtarët e lartë amerikan, ukrainas dhe evropian u takuan së bashku për të diskutuar për përfundimin e luftës. Rubio tha se i shpreson që evropianët do të mbeten të angazhuar në bisedimet e udhëhequra nga SBA drejt një armëpushimi në Ukrainë. Ne do të donim që ata të mbeten të angazhuar, mendoj se Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania mund të na ndihmojnë që ta çojmë këtë çështje drejt një zgjidhjeje. Mendoj se ata ishin shumë ndihmues dhe shumë konstruktiv në idetë e tyre, tha Rubio për gazetarët, ndërsa u largua nga Parisi pas takimit me zyrtarët evropian.